ndërkohë që 11 maj do të zgjedhim për historinë. Është një takim me historinë. Asnjëherë qysh se ra regjimi komunist dhe qysh se të gjithë ne e ndërruam me zë, jo vetëm në heshtje siç ndodhte më përpara kur Durrësi dëgjonte fshehur zi Adriano Celentanon, por me zë Shqipërinë si gjithë Europa. Është hera e parë. Është hera e parë pas 30 e kusur vitesh që Bashkimi Evropian ka hapur derën dhe na ka shtrirë dorën duke na ftuar që të negociojmë një marrëveshje përfundimtare deri në 2027 dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Këtë mundësi që historia e solli përpara nesh, fal një punë shumë madhe, shumë këmbgulse që ne kemi bërë, por dhe fal faktit që papritur janë përputhur ylli i fatit evropian të Shqipërisë me yllin e fatit të Europës, ne nuk mund ta huqim. Ne nuk mund ta nëmletësojmë. Ne nuk mund ta trajtojmë si mundësi që do të jetë gjithmonë aty. Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Shtëpitë e të pasurve nuk e mbajnë derën hapur, ju e dini shumë mirë. Janë të varfrit që e mbajnë derën hapur gjithmonë, jo të pasurit. Dhe kur dera asaj shtëpie hapet, do të thotë që janë përputhur edhe interesat. Janë 27 aty brenda, që duhet bien gjithë dakord që të hapin derën. Dhe ti mund të trokasësh sa të duash, ti mund të jesh gati sa të duash që të hysh aty brenda, por pa rënë në një mendje ata të gjithë dhe pa e parë ata interesin e tyre tek trokitja jote, dera nuk hapet. Tani dera është e hapur dhe ne nuk duhet ta lëmë të mbyllet pa u futur brenda në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye, unë dua t'i drejtoj një fjalë demokratëve të Durrësit. E di që janë rrac e çuditshme, sepse kanë sqim të madhe, edhe e di shumë mirë që kanë bindje që nuk lidhen thjesht me të përditshmen apo me partinë, por vinë nga larg dhe i respektoj. Por ama duhet i drejtohem qytetarisë tyre, duhet i drejtohem edhe përgjegjësisë tyre, sepse dursakët kanë përgjegjësi. Kanë përgjegjësi jo thjesht për atë që janë sot, po për atë që Durrësi ka qenë në të gjitha kohrat. Ka qenë sot ne themi Tirana është kryeqyteti i Europës Ballkanit, por në kohra të tjera ka qenë Durrësi Europa e Shqipërisë. Dhe është e pamundur për mua ta imagjinoj që qytetarët e Durrësit, ata të cilët nuk ja shohin dot ngjyrën Partisë Socialiste, ata të cilët flamuri i partisë tonë i bën të acarohen si demi ku shef leckën e kuqe, duhet të shohin një ngjyrë tjetër. Duhet ta shohin shumë thellë një ngjyrë tjetër e cila na bashkon sot këtu dhe e cila ka bashkuar sot flamurin kuqezi me flamurin e Europës. Duhet të shohin ngjyrën e detit që na lidh me Europën, që qëllon të jetë ngjyra e partisë tyre, por partia e tyre për momentin është në koma. Partia e tyre nuk jep e nuk merr. Dhe të presësh nga një parti në koma që të vrapoj është iluzion. Dhe për më tepër të mendosh që qytetarët dursak të mbeten peng pas një bufi kënete është trishtim. Dhe unë i drejtohem atyre dhe ju them, shikojeni 11 majin si pasardhës
të atyre që folën për herë të parë shqip këtu në Durrës. Shikojeni 11 majin si pasardhës të atyre që e bën Durrësin portin ku hynin e dilnin anijet e Evropës. Shikojeni si pasardhës të atyre që në shekuj mbajtën këtu shpirtin e Evropës të gjallë dhe aktiv. Shikojeni si pasardhës të atyre që nuk ju dorëzuan kur as diktaturës dhe nuk i dorëzuan kur as ides se Durrësi mund të shikonte nga lindja. Pasi Durrësi është jo vetëm në perëndim të Shqipërisë, po Durrësi është pjesë e perëndimit të Evropës. Dhe bëni një zgjedhje që nuk është vetëm zgjedhja juaj, po është dhe zgjedhja e fëmijëve tuaj. E fëmijëve tuaj të cilëve juve nuk mund t'ja mohoni. Nuk mund t'ja mohoni dhuratën më të madhe që të gjithë ne prindrit e kohës sotme mund t'i bëjmë fëmijëve, pasaportën europiane të Shqipërisë. E fëmijëve tuaj të ardhmen europiane të cilëve për atë zot nuk mund t'ja besoni bufit Kënetës, që është një politikan i lasht, një politikan i dëshpëruar, një politikan i pa shpresë, një hadhexhi që rri rrugëve për radhin e tij personal, edhe që sul të gjithë partinë e bretkocave në një ofensiv gëzimi për një gënjeshtër të re si ajo e sotmja.